dhe i buxhetun stadioni Adem Jashari, ka qenë stadioni i Pejës, i Gjakovës, i Prizrenit, i Gjilanit, pra me dhjetra stadionet të cilat ka qenë të planifikuar dhe të buxhetuara. Dhe ja kam dërgu po ashtu me sot edhe faktin kur ka ardhur buxheti nga qeverisja në ikje, kur është reduktu buxheti për stadionin nacional, për stadionin Adem Jashari dhe për stadionet tjera. Dhe kam bërë amendament dhe kam kërkuar që të rikthehet buxheti dhe të vazhdohet me projekte. Asnjë interesim nuk ka qenë i qeverisjes dhe i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit që të vazhdojmë me këto projekte. Dhe shin edhe sot në studio flitet për projekte se do të bëhet kjo, do të bëhet ajo, thuhet se kanë fillu punën sot. 5 vite kanë humbur pa u bë asnjë investim në infrastrukturën sportive. Për futboll po flas. Dhe e njëjta ka ndodhur edhe me projekte tjera. Ndryshime, përpjekje për me ndryshu projektet për interesat të kompanive të caktuara, për përfitime individuale në dëm të infrastrukturës sportive. Stadioni jonë ja ku dërgu edhe sot kur është prezentu ministrin e keni ato, ish ministrin, kolegin tim të ndërum, kur është prezentu projekti i stadionit nacional me 14 qershor 2019, lokacioni i caktuar, jo nga qeverisja e PDK-s, po nga kryeministri Haradinaj, në Korretic, buxheti ndom, projekti detaj i prezentuar, fizibiliteti i kry, edhe nuk kanë dash me vazhdu matutje, si kanë orë vitin e parë qeverisjes, e kanë reduktu buxhetin, e kanë njekë buxhetin për stadionin nacional. Dhe me njerë kam reagu përmes amendamentit dhe pyetjeve parlamentare me kërku sqarime. Për fat keq, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka marrë projektet e stadionit nacional nga Departamenti i Infrastrukturës dhe ka mbyllë në sirtar ti. Kam kërku çastën dokumente publike për projektin e stadionit nacional dhe nuk ma ka ofruar Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Dhe unë një gjopë ju thëmë, stadioni nacional do të bëhet në Korretic, sepse kushdo që do me ndryshu këtë lokacion, shkon në burg, ka vendim, komuna Drënasit i ka ndonë 25 hektar, janë pronësit të qeverisë 25 hektar e Drënasit. Nuk jam ka jap Drënasit 25 hektar qeverisë për me qu stadionin dikun tjetër, por me e bo stadionin, është pagu mbi 1.600.000 euro për studim fizibiliteti. Është pagu po ashtu projekti i stadionit dhe ai që bën përpjekje ose merr vendim me ndryshu lokacionin, ai shkon burg. Kushdo që ka të gëzim, ja të vazhdojmë. Domi është se na kanë mujt me po stadionin Adem Jashari. Shqyqoni keni tabelat buxhetore, ju kisha lut prezentoni.